Mirë, po ju them diçka, kur Perëndia ju bën të gërmoni pak më thellë, do të djersini aty ku jeni ulur. Do të thoni, Joyce, ti mendon se ke falur, atëherë pse shkon në drejtimin tjetër sa herë që e sheh atë person. Mirë, e di përgjigjen për këtë, por do t'ju pyes gjithsesi, a jeni lënduar ndonjëherë nga dikush? A ka përfituar dikush nga ju? A jeni abuzuar, a jeni përdorur? A ju kanë gënjur? Ju kanë tradhtuar apo mashtruar? A keni bërë shumë për dikë, por kur keni pasur nevojë për atë person, ai nuk ka pasur kohë për ju? Po, kjo është e vështirë apo jo, pas gjithë atyre që kanë bërë për ty. Atëherë mendoj se nëse dua të jem një krishtere mirë, duhet të kthehem e të them, Perëndi, nëse pres që ai person të ma kthej nderin, apo jepja vërtet kur e ndihmova atë, apo thjesht po mlidhja pikë që ai të më kishte borxh më vonë. E dini, le të shkojmë më thellë në këtë takim. Le të mos tallemi në sipërfaqe të kësaj çështjeje. Le ta kuptojmë mirë domethënien e kësaj një herë mirë. Tani, s'mund të ketë një shembull më të mirë në Bibël se sa Jozefi. Dhe ndoshta ju lodheni duke dëgjuar se ai fali vëllezrit, por kjo histori është shumë e mrekullueshme. Vëllezrit ishin xheloz për të, sepse ai ishte më i përkëdheluri dhe kishte një mantel të veçantë. Ai ishte me ngjyra të bukura dhe atyre nuk u pëlqente. Dhe mbi të gjitha, ai pa një ëndër, sikur ishte mbi të gjithë vëllezërit dhe të gjithë ata ju porulën atij. Duke qenë i ri, ai ishte pak budalla dhe u tregoi atyre ëndrrën që kishte parë. Por gabimi i tij më i madh ishte thjesht papjekuria, dhe jo se ai ishte i keq. Kështu ata e urrenin atë. Bibla thot qartë se ata e urrenin dhe ja shitën tregtarëve të sklevërve. Ata do ta vrisnin dhe do t'i thoshnin të atit se ishte vrarë nga një bish. Por në fund e shitën dhe i thanë të atit se ai kishte vdekur. Ata e lyen mantelin me gjak dhe e morën me vete, dhe tregtari i sklevërve ja shiti një burri të pasur që quhej Potifar. Gruaja e Potifarit e pëlqeu shumë Jozefin, dhe Jozefi po ruante integritetin e tij para Perëndis, pavarësisht se çfarë i kushtoi. Dua ta përsëris këtë. Ai po ruante integritetin e tij para Perëndis, pavarësisht se sa do t'i kushtonte personalisht. Ndoshta edhe një herë. Ne kemi nevojë për njerëz që kanë një standard integriteti në jetë dhe nuk e ulin atë standard pavarësisht se sa u kushton. Kompromisi brenda në kish dhe midis njerëzve që i quajnë veten të krishterë, po e shkatëron reputacionin ton, si vendi ku dikush mund të shkojë kur ka nevojë për ndihmë. Pikërisht ata njerëz që ju të ndojnë të bëni kompromis do t'ju urrejnë për këtë. Ata duan dikë që të qëndrojë për të drejtën, ata duan një shembull. Do ta them përsëri, Jozefi ruajti standardin e tij të integritetit dhe ai refuzoi të shkonte në shtrat me të siç ajo dëshironte. Ajo gënjeu dhe tha se ai donte ta përdunonte, dhe Potifari e burgosi Jozefin dhe ai qëndroi në burg për 13 vite për diçka që nuk e kishte bërë. Kështu ky njeri ka një fillim të vështirë. Kur ai ishte në burg, takoi kupëmbajtësin dhe bukpjekësin që ishin aty për diçka që kishin bërë, dhe ata kishin punuar për faraonin, dhe tani donin të liroheshin dhe të ktheheshin përsëri në punë. Ata pan një ëndër dhe Jozefi ishte në gjendje ta interpretonte, dhe ata u liruan nga burgu dhe një nga gjërat që ai tha është mos më harroni. Çfarë mendoni se bën? Ata e harruan dhe e lan atje ku ishte. Kur faraoni pa një ëndër, Jozefi ishte në gjendje ta interpretonte, dhe faraoni e mori në pallatin e tij.
Dhe po ta keni studiuar Biblën, ndoshta e dini historinë, nga pusi në pallat, ai përfundoi i dyti për nga përgjegjësia. Më në fund, ati erdhi mundësia të takonte vëllezrit e tij dhe të hakmerej. As kjo s'ishte pjesë e ADN-s së tij. Dhe kështu, ai i fali ata. U kujdes për ta gjatë gjithë jetës, dhe ai tha diçka që duhet ta kuptojmë sot. Është e vështirë për t'u gëlltitur, por ai tha, ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që t'i shërbej të mirës. Kështu, me fjalë të tjera, Perëndia e lejoi atë me një qëllim, pjekurinë e Jozefit. Dhe po ju them diçka, ne nuk rritemi në kohë të mira. I shijojmë ato kohë, por rritemi në kohë të vështira. Dhe kushdo që ka përcyer diçka të vështirë dhe ka dalë në anën tjetër të saj, do të kthej kokën pas e të thotë: ishte koha kur u bëra një burr apo një grua e vërtet, në atë kohë rrita në Zotin. Sepse koha kur keni probleme është një provë. Një nga mesazhet e mia ka të bëj me përfundimin e provës dhe me kthimin e saj në dëshmi. Kujtoni se dëshmia është shumë e rëndësishme dhe vjen nga provat. Kështu, shumë njerëz kur ndeshen me një provë, ngecin aty dhe nuk arrin kur ta kthejnë në dëshmi. E dini, ne jemi të dashuruar me Jezusin kur asgjë s'na dhemb. Jemi të dashuruar me Zotin dhe jemi të lumtur ta lavdërojmë kur ngrihemi në detyrë, kur gjejmë njeriun e duhur. E dini çfarë do qoftë ajo që duam, apo kur ndahemi nga ai njeri. Perëndia do të na provojë, do të na testojë në kohë të vështira dhe do t'ju tregoj shkrime për të parë nëse po i zbatojmë urdhërimet e tij. Dhe nëse e duam atë kur jemi në lugin, po aq sa e duam kur jemi në majtë të malit. Dhe Perëndia e bën këtë, sepse ai do që të përdor gjithë secilin prej nesh. Perëndia ka një plan dhe një qëllim për gjithë secilin prej nesh, pa lënë më njan asnjë person në këtë sallë. Perëndia ka një plan dhe ka nevojë për gjithë secilin prej nesh. Nëse mendoni se bota do të fitohet nga një grusht predikuesish në platformë, apo që janë në televizion, e keni gabim, sepse shumica e njerëzve që ka nevojë për Jezusin nuk janë në kisha dhe nuk shohin televizionet të krishterë. Vetëm në rast se televizori nges në një program dhe telekomanda nuk punon. Dhe dikur një djalë më ka thënë këtë gjë, ai tha: "U tremba aq shumë sa s'dish të them." Ai tha se ishte mesi natës, ndezi televizorin dhe po flisja unë dhe nuk donte të më dëgjonte mua, u përpoq të ndryshonte kanalin, por telekomanda nuk po punonte. Ai tha, i vetmi buton që po punonte ishte butoni që ngrinte volumin. Shkoi dhe mori bateri të reja, i ndëroi baterit, përsëri e njëjta gjë. Nuk po arrinte të më largonte. Kur programi mbaroi, telekomanda filloi të punonte përsëri. Ai tha se u ul në gjunjë, filloi të pendohej dhe u shpëtua. Kështu. Shumica e njerëzve që ka nevojë për Krishtin janë aty ku ju punoni, janë në lagjen tuaj, janë në dyqanet ku ju shkoni të blini. Dhe gjithë secili nga besimtarët është thirrur nga Perëndia. Po, të jeti lumtur e të shijoj jetën, por të bëj edhe diçka tjetër për te i kësaj. Të ndaj me njerëzit e tjerë atë që Perëndia ka bërë për të. Dhe nëse ju keni frikë dhe thoni, nuk mund të flas, nuk mund të predikoj, të jemi sinqert, mendoj se mund të predikoj më shumë duke mbajtur gojën mbyllur. Ajo që duhet të bëjmë është të dalim në botë të jetojmë jetën, duhet të dalim e të veprojmë si të krishterë. Kështu, çfarë mendoni se ndodh kur dikush në vendin tuaj të punës ju ka keq trajtuar? Ju e dini se ju ka keq trajtuar, ai e di se ju ka keq trajtuar dhe papritur ai ka një nevojë dhe ju jeni të parët që i hidhni hapin, e thoni, unë dua të ndihmoj me këtë. Mirë. E dini, asgjë se turpëron më shumë armikun se sa kur ju e ndihmoni atë, nëse ai ka ndonjë problem.
Dhe asgjë nuk e zemëron më shumë djallin se sa kur ju I doni armiqt, sepse sa po filloni ta bëni këtë, ai po e humbet kontrollin mbi ju. E vetmja gjë që na pengon ta bëjmë janë ndjenjat. Por ndihem, por e dini çfarë, jeni më shumë se ndjenja. Ndjenjat tuaja janë diçka që ju keni, por mos lejoni që ato t'ju keni ju. Ju mund të bëni gjën e drejtë edhe kur nuk e ndjeni ta bëni. Amen, po e them përsëri. Ju mund të bëni gjën e drejtë edhe kur nuk e ndjeni ta bëni atë. Sikur unë të bëja të drejtën vetëm atëherë kur e ndjeja, do të kisha shumë probleme, apo jo? Kështu. Pali u lëndua disa herë, vërtet. Ja disa shkrime të bukura. 2 Timoteut 4, 9 deri në 17. Pali tha përpiqu të vish shpejt tek unë, sepse Dema më la, sepse deshi këtë botë, kënaqësitë e saj, edhe më braktisi e iku në Thesaloniki. Kreshenci shkoi në Galati dhe Titi shkoi në Dalmaci. Mirë, duket sikur të gjithë po shpërndaheshin. Kjo më ndodhi mua kur Perëndia më thiri të jepja mësim Bible. Në atë kohë isha në një kishë që nuk I përkrahte gratë që ishin në shërbes. Nuk e dija të kishte ndonjë gjë të gabuar këtu, sepse Perëndia më thiri të bëja atë që ai donte, por po ju them diçka, miqtë mi u larguan. U larguan në të gjitha drejtimet dhe krejt papritur, unë isha tema e çdo thashë themi, na kërkuan të largoheshim nga kisha, humbë miq tan, familjarët na braktisën, nëse doni të përdoreni nga Perëndia, jeni të gatshëm të paguani një çmim, sepse kjo nuk është gjithmonë e lehtë. Nuk po duar të rëkisni dhe aq fort. E shihni, nuk jeni dhe aq të sigurt nëse doni të përdoreni nga Perëndia. Perëndi më përdor mua vetëm nëse është e rehatshme dhe ndjen mirë. Me mua është vetëm Luka, merre Markun dhe sille me vete sepse e kam shumë të dobishëm për shërbes. Tikikun e dërgova në Efes. Kur të vish, sill mantelin që lash në Troad, pranë Karpit dhe librat, sidomos pergamenat. Aleksandri Remtari më bëri shumë të këqija. Duhet ta dëgjoni këtë. Por kjo nuk është punë për mua, sepse Zoti ja shpagoft sipas veprave të tij. Tani, a nuk është kjo liri? Po them, ky burr vërtet më trajtoi keq, por nuk do të shqetësohem, as nuk do të mendoj për këtë. Do të lutem e t'ia dorëzoj Perëndis, ai do të merret me të. Perëndia do të merret. Ruaju edhe ti prej tij, sepse ka qenë kundërshtar I madh I fjalëve tona. Në mbrojtjen time të parë, në gjyq askush nuk qe me mua dhe nuk më mbështeti, por të gjithë më lanë. Tani dëgjoni këtë, kjo të mos u numërohet për faj nga Perëndia. Me ç'lloj krishtërimi kemi të bëjmë këtu, krahasuar me këtë që ne kemi sot. Unë mund ta predikoj këtë mesazh në çdo vend ku dua të shkoj, çdo kish, në të gjitha sallat, dhe në fund kur u kërkoj njerëzve që kërkojnë lutje për të falur dikë, të ngrihen në këmbë, kurse është ngritur më pak se 80% e njerëzve. Kur në 42 vite shërbes. Do t'ju testoj edhe ju e të shohim a jeni të sinqertë. Por e dini çfarë, është e frikshme dhe është shqetësuese për mua, sepse Perëndia thotë se jemi të fuqishëm vetëm kur kemi unitet. Dhe se s'duhet ta lëm diellin të perëndojë mbi zemërimin ton, sepse kjo gjë jep djallit përparësinë në jetën tonë. Prandaj e titulloj librin tim Bëj vetes një nder dhe fal. Mendoni se po bëni ndonjë gjë për armiqtë tuaj, nuk po bëni asgjë për ta, atyre as u intereson. Por kur ju I falni ata dhe filloni të luteni për ta, atëherë Perëndia u shfaq atyre të vërtetën dhe ata mund të vinë në një pikë pendimi dhe ndoshta mund të shpëtohen e jo të humbasin. Dhe pikërisht kjo është puna jonë, si ndihmësit e vegjël të Perëndisë.
Do të kthehem tek vargu 16. Në mbrojtjen time të parë në gjyq askush nuk më mbështeti, nuk qe me mua, por të gjithë më lanë. Kjo të mos u numërohet për faj, por Zoti më ndej një pranë. Gjithë të tjerët e lanë atë, por Perëndia kur nuk na lë. Perëndia kur nuk na lë. Nuk do të jem e zemëruar me ca njerëz, e të përpiqem të kem marrëdhënie të afërt me Perëndin, e të pres favorin e tij në jetën time. Nuk funksionon kështu. Kur Perëndia thotë të bëjmë diçka, e ka seriozisht, dhe çdo gjë që ai na thotë të bëjmë është vetëm për të mirën tonë, nuk është për të, është për ne. Kështu nëse Perëndia thotë të japim 10% të fitimeve, ai s'ka nevojë, është për ne. Aty ka një sekret që është për ne, diçka që do të na ndihmojë. Kur thot t'i falim armiqt pavarësisht se sa keq na kanë trajtuar, dhe të lutemi për ta, dhe t'i bekojmë, e thot që ne ta bëjmë këtë. Dhe kur ne se bëjmë, lëndojmë veten tonë. Dhe kur e bëjmë, atëherë mund të shohim favorin e Perëndisë në jetën tonë. Dhe shpërblimi që do të marrim është shumë më i madh se sa ajo që na ka bërë një person. Sikur i dëgjoj disa që mendojnë, ti nuk e di çfarë më ka bërë ai. Ti nuk e di çfarë më ka bërë ai. Nuk e di, por di atë që i matë më bëri mua. Dhe e di se kam kaluar vite duke e urryer, dhe kjo veç se më bëri më të hidhur, dhe më bëri të vështirë. Dhe ajo që keni brenda do të dalë prej jush ndaj njerëzve të tjerë. Forca. Thash se ajo që keni brenda jush do të dalë nga ju ndaj njerëzve të tjerë. Dhe ndonjëherë ju nuk e kuptoni hidhësinë dhe mohimin dhe qëndrimet që dalin prej jush. Unë nuk i kuptoja. Mendoja se e kisha falur baban tim derisa Perëndia më kërkoi ta ndihmoj atë. Dhe po qortoja Zotin, duke menduar se ishte djalli. Vërtet, mendoja se Perëndia kur do të më kërkonte ta bëja këtë. Ata jetonin në juglindje të Missouri dhe Perëndia tha, merri afër jush. Kujdesu për prindrit derisa të vdesin. A ishte në një pjesë e imja që donte ta bënte? Asnjë qeliz e qenjesime nuk donte ta harxonte para për ta, të bënte diçka për ta, ti shihte, t'u jepte atyre diçka. Asgjë. Por po ju them, ishte favori më i madh që i kam bërë vetes sime në gjithë jetën time. Njerëzit qeshin kur e them këtë, por është e vërteta dhe Zoti e di, kështu që s'ka kuptim të shtirem. Ata ishin shumë të vjetër dhe unë mendova, e po, e dini? Ti mund të bësh diçka për 1-2 vite, po familja jone ka në gjak të jetoj gjatë. Mamaja ishte 90 vjeç, kur ndëroi jetë. Duhet të kujdesesha dhe për hallën, ishte 90. Babai ishte 86 vjeç, gjyshi jetoi 102 vjeç. Por shija statistikat një ditë, se sa njerëz jetojnë 100 vjeç e më shumë, dhe vetëm 2.02% e gjithë popullsisë, dhe shumica e tyre janë gra. Dhe thuhet se 2 nga gjërat që ndikojnë për një jetë të gjatë janë 1 nëse jeni femër dhe 2 nëse e keni në gjak jetë gjatësinë. Kështu që unë do t'jem këtu për ca kohë. Forca, mendoni me mua për 1 minutë. Kjo nuk është hera e parë që keni dëgjuar një mesazh për faljen. Ndoshta keni dëgjuar, nuk e di, 20-30 për aq kohë sa keni në kish, sigurisht që dëgjoni 1 ose 2 në vit. Por me kë jeni zemruar? Forca, nga kush ndjeni të ofenduar? Dhe keni hidhësi. E dini, hidhësia është një lloj gjëje e vogël tinzare. Sepse themi, e po, e kam falur atë. Besoj se ne të krishterët mendojmë se nëse bëjmë lutjen zyrtare unë të fal,
Forca, e dini se çfarë po flas. Ne themi e po zot, unë e fal atë. Mirë, kam shkruar një test të shkurtër këtu. A mendoni se keni falur dikë? Mirë, si ndiheni kur dëgjoni se ai person është bekuar? Apo kur dëgjoni që dikush tjetër flet mirë për atë person? O, po të them, është njeri shumë i mirë dhe ju mendoni, ha, mirë. Ndoshta jo kaq shumë. Forca. Mirë, po ju them diçka, kur Perëndia ju bën të gërmoni pak më thellë, do të djersini aty ku jeni ulur. Do të thoni, Joyce, ti mendon se ke falur, atëherë pse shkon në drejtimin tjetër sa herë që e sheh atë person? Pse të rënqetet mishi sa herë që dëgjon se diçka e mirë ka ndodhur atij? A lutesh për të që të bekohet? Po flisja me dikë një ditë dhe po ju them. Ai tha diçka dhe unë e kuptova se ishte i zemëruar me një person për një situatë që kishte ndodhur dhe donte që dhe unë të zemërohesh. Ai thash nuk do ta bëj. S'është kjo mënyra si unë jetoj. Nuk do ta bëj këtë. Dhe kështu përpoqa për 30 minuta ta bindja se s'duhet të zemërohej, por çështja është se ai person me të cilin po flisja as që nuk e kuptonte se ende kishte mosfalje në zemër të tij. Por kjo çështje e idhësisë, në të vërtetë, e dini, është sikur fusni diçka të hidhur në gojë dhe bëni. Mirë, po ta mendoni mirë. Kur ju keni idhësi kundrejt dikujt dhe dëgjoni diçka të mirë për atë, merrni të njëjtën pamje në fytyrë. Shtrembroni. Forca. Madje edhe sikur lëpini pak buzën kështu. Besoj se të gjithë e bëni. Por unë të dua me dashurinë e Zotit. Nuk mund ta duroj këtë. Më kujtohet pastori që na shtynte ta bënim shpesh këtë në kish. Pastorët i shtyrë njerëzit që të bëjnë gjëra që ata vetë nuk do të donin t'i bënin. Dhe sigurisht ishte një vajzë që vërtet më kishte lënduar, kishte thënë gënjeshtra dhe shko të duash dikë me dashurinë e Zotit. Ajo ishte personi parë që pash dhe bëra. Dhe ishte sikur fryma e shenjtë thjesht ta mbaroi këtë punë. E vetmja mënyrë si t'i shembim ato pengesa është të bëjmë atë që i kemi të vështirë ta bëjmë. Forca, vetëm një shkrim, nëse ne si falim armiq tanë, Perëndia do të na falë ne. Kjo është fjalia më e thjeshtë në Bibël. Na fal fajet tona, siç i falim ne ata. Na fal mëkatet tona, ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë. Tek Mateu 6 thuhet, nëse ju nuk falni, as Ati juaj që është në qiell nuk do t'ju fal. Nëse Perëndia s'na fal, atëherë ka një pengesë midis nesh dhe ajo e ndërpret marrëdhënien tonë dhe bën rrëmuj çdo gjë në jetën time. Dhe ju them të vërtetën, kam jetuar disa vite dhe kam kaluar shumë prej tyre e zemëruar për diçka. Gjithmonë ka diçka për të qenë të zemëruar nëse si jemi të kujdesshëm. Por mos harxhoni më kot nga koha juaj. Do të më pëlqente që pas takimit të sotëm ju të thoshnit, e kuptova, kjo është. Unë nuk do të harxhoj më asnjë ditë jetësime e zemëruar me dikë. Amen. Kush kishte nevojë për këtë sot? Në rregull. Ju flisni në lidhje me rritjen e fuqisë në jetën tuaj. Ndaj filloni të jetoni të lirë nga zemërimi dhe shihni atë që Perëndia bën për ju. E dini pse ai do t'ju nderojë, sepse ai e di se është e vështirë. Por nëse prisni që ai të jetë akmarrësi juaj,
Njerëzit kur s'do t'ja hedhin kur ju lëndojnë. Perëndia gjithmonë do ta kthej situatën e do t'ju shpërblej, por vetëm nëse e bëjmë sipas mënyrës së tij. Mësoni të falni me shpejtësi dhe do të shmangni kurthin e ofendimit. Ne duhet i falim armiqtë dhe të lutemi për ta. Kjo ndryshon jo vetëm ata, por na ndryshon edhe ne vetë. Kur i falim njerëzit, atëherë Perëndia mund të merret me ta. Ne s'mund t'i bëjmë ata të sillen ndryshe, por Perëndia mundet.